është mutawalli kujdestari i Kabës. Ai ishte gjithçka për Kaba, për organizmi haxhi, për organizmi Zamzam, edhe për Kaba çfarë kishte përgjegjësia, pse haxh kanë bërë Kurejsh edhe më përpara. Kurse fis tjera, dikush ishte për luftë, dikush ishte për gjëra tjera. Edhe Abdul Muttalib para ditë vinte në Kaba, edhe duke mbajtur në jesti ka afër murin e Kaba, rinte aty ulur, edhe kishte një vend i veçantë për Abdul Muttalib, atje nuk afronte askush, po ai bante dërguar Allahu xhallahu shanu afër, thonte ky djali im ka një shan i veçantë, shan, pozicion i veçantë, jam duke parë në arshëm. Nga ëndrët që kam parë unë, ëndrët që ka treguar nusja im, domethënë, mami Profet sallallahu alaihi wasallam para sa ndron jetë. Ne dim që kur ishte 8 vit, dërguar Allahu xhallahu shanu ka ndruar jetë, edhe gjyshi i dërguar Allahu xhallahu shanu. Por atë kat mosha i vogël, ai kishte parandinja ka Allahu xhallahu shanu, që ky parandaj vlezat ja shihni ju gjithë emrat arab, sahabët nuk kanë gjitha emra nuk kanë ndryshuar. Se ato ishin familje të Ismailit dhe Ibrahim a.s. edhe emrat kishin musliman. Si në vendit tonë, alhamdulillah, edhe pse ka ardhur komunizmi, po prap në baballar tonë ka emrin Ismail, Ibrahim, Harun, gjitha janë emrat musliman, edhe ashtu emrat të sahaba. Por nuk gjeni ju nga Muhammedu Rasulullah e si për derin Ibrahim a.s. Çdo sahabi ka prez, ka fisin e vet. Muhaddisin ka treguar, kur tregon muhaddis një hadith, nuk përmend vetëm ka thënë Profeti alayhis salam. Ai thënë Abu Huraira dëgjon nga filan, Imam Bukhari 26, 25, 27 veta mes. Asnjë njeri nuk gjeni emrin Muhammed. Deri në Ibrahim alayhis salam askush nuk. Si Muhammed emër është vetëm në historia e njerëzimit e pari është Muhammedur Rasulullah. Edhe Isa alayhis salam ka lajmëruar një paralajmërim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Isa alayhis salam ka paralajmëruar për dërguar Allahu xhallahu shanu, që unë jam duke lajmëruar për një profet i shumë i madh. Domethënë profeti i profetëve. Se ula profet ai vetëm profeti është dërguar Allahu xhallahu shanu, që Allahu ka marrë premtim nga gjithë profet, kur si merret besa gane, për pranoj islami, po ashhadu an dëshmia është, ashtu dëshmia ka marrë Allahu xhallahu shanu nga gjithë profet për Muhammedur Rasulullah. Wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun. Kjo ajeti i Kuranit atje tregon nëse erdhi Muhammed në prezencë jot, atë ti ndjeksi Muhammedur Rasulullah. Domethënë do praktikosh Muhammedur Rasulullah, ai besh profeti jot edhe ti nga ummeti i tij. Edhe përndaj Isa alayhis salam kur do vi para kiamet, ai do të jetë një njeri nga ummeti jon. Imam është hadithi Sahih Muslim. Në Sahih Muslim është do të jetë një kohë kur Imam Mehdi është në Xhamia Bani Umayya, që është në Damaskus. Në Xhamia Bani Umayya është duke pritur për namazi sabahu. Azani është thirrur. Edhe pritet për iqamet. Në ati momenti do vini zurmi si është duke ardhur tërmet. Edhe kur do dhe ashtu zakonisht njerëzit dalin jashtë, edhe ashtu na thot sharia, që duhet dalim jashtë. Ruajmë veten tonë edhe farzi Allahu është kemi për të krijuar. Edhe kur do dalim jashtë janë duke parë njerëzit që është duke zbritur dikush njeriu nga qiell, po pas gjashu vetëm njeriu. Atëherë ai ka për të thënë jam Isa ibn Maryam alayhis salatu wassalam. Dhe ma silni shkalla. Ai zbrit në minare, edhe sillet i shkallët, edhe thirret i qamet. Atëherë Imam Mehdi është prezent në ai xhamat. Ai është imam i kohës, edhe është amiri i ummeti Profet alayhis salam atëherë. Janë në luftë me krishtian, edhe me jehud. Dhe Imam Mehdi ka për të thënë o dërguar Allahu xhallahu shanu, hajde dile para. Ai thotë ja, unë jam pasuesi Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ju jeni imam, domethënë ti do dalësh imam, unë do të fal brapa te, të tregoj njerëzve që edhe pse jam unë dërguar Allahu madhruar, edhe nga 5 profetët e mëdhaja është Isa alayhis salam. Ati është Allahu xhallahu shanu ka zbritur Injili. Prapa ai ka për të falur namaz, prapa Imam Mehdi.
edhe pastaj ai do të vazhdoj misioni që ka dhënë Allahu xhaleshanu për vrasja të Dajjalit. Qëllimi është vëllezër që dërguar Allahu xhaleshanu ishte në Kaaba, edhe atje bante Abdul Muttalibi bashkë dhe tregonte pozicioni dërguar Allahu xhaleshanu. Dhe profeti alayhis salam është duke parë ëndër pas 6 vit pas hijrati që jam duke bërë tawafi Kaaba. Ka marrë malli shumë, u gjitha kujdeset e vitra me njëhet në mendje gjitha që ka kaluar në Kaaba edhe tregon pas sabahu para shokët ti. Edhe shokët dërguar Allahu xhaleshanu dhe dërguar Allahu xhaleshanu ne jemi gati gjithë, shkojmë. Kanë haruar momenti kur ka folur dërguar Allahu xhaleshanu hendra që ne jemi në luftë me Arab. Edhe është problem nëse kemi ikur. Po gjitha ka bën gati edhe dërguar Allahu xhaleshanu ka dëshira që kishte. Nuk ka thënë që ne jemi në luftë edhe më shkojmë. Edhe kur arritën në afër Mekka, hyrje Mekka ku është sot quhet Shumesia, ajo vendi Sulhul Hudaybiyah, vendi ku është ndodhur paqja e Hudaybiyes. Ato nuk kanë lejuar në këtë udhtim i dërguar në Allahu xhaleshanu në hyrje në Mekka, kanë e kthehur me disa kushta. Ajo kushta ishte paralajmërimet shlirimi Mekka. Me pamje duke të kur në lezojmë të kushtet, dërguar Allahu xhaleshanu është duke pranuar kushtet me shumë idopsia, si kur dorë atyre duke shumë e lartë, por urësia Allahu xhaleshanu ishte që me këtë ato kanë për të kundërshtuar vetë edhe pse kushta janë i dobët prapë. Edhe një ditë ka për të ardhur dërguar Allahu xhaleshanu si lirua si Kaaba. Edhe ashtu erdhi ai. Jam duke treguar që dëshira shokët Profetit alayhis salatu wassalam për vizita Kaaba, për veprat e mirë. Vëllezër, jemi duke pritur Ramazanit. Muaji Shaban ishte një muaj që thot dërguar Allahu xhaleshanu është muaj që njerëzit shumica arrin kujtuar. Nuk mendojnë që jemi duke ardhur para Ramazanit dhe duhet të bëjmë përgatitje. Dhaka sharun yaghfulu fihi an-nas. Është muaj që njerëzit vinë në kujtuar, nuk bëjnë përgatitje plotësisht që duhet bëjmë. Vëllezër, nëse ne mendojmë Allahu xhaleshanu para çdo farzi, para namazit sabahu ka 2 rekat sunnet. Pse? Të bëjmë përgatitje më e miri për sabahu. Më e miri është namazi natë, se falim vitri para sabahu. Por nëse nuk kemi faru 2 rekat para sabahu. Para namazit dreka 4 rekat, të bëjmë përgatitje për farzi. Para namazit kindja 4 rekat, para jetësia 4 rekat, akshami që ka koha i shkurt, prandaj kalen nuk ka. Prap, nëse ka distanca le të fal dikush në fila. Po pse përgatitja ashtu para Ramazan? Thot Aisha radhiyallahu anha, dërguar Allahu xhaleshanu agjërimet që bënte më shumë përveç muaj Ramazani ishte muaj Shaban. Në muaj Shabani bënte shumë agjërim dërguar Allahu xhaleshanu. Pse? Për të përgatitur muaj Ramazanit. Edhe thonte kur kemi pyetur se Aisha radhiyallahu anha ka thënë, kjo është muaj ku paraqitet llogaria viti komplet para Allahu madhruar, edhe unë kam dëshirë që kur paraqitet llogaria ime me agjërim. E prandaj agjëronte. Në këtë muaj është një natë barat, për natë barat 15 Shabani, dërguar Allahu xhaleshanu ka treguar disa vepra edhe disa hadith po fisramen që tregon që veprat e mira është lavdrishëm në të natë, edhe janë pranueshëm. Kurse agjërimi i veçantë për këtë natë nuk duhet bëjmë. Dikush nëse bën 3 ditë, atëherë bëhet ditët e bardha. 13, 14, 15 edhe ajo natë hyret brenda. Por vetëm për këtë natë nuk duhet agjërim. Agjërimi 3 ditë, ashtu siç ka bërë dërguar Allahu xhaleshanu çdo muaj, 13, 14, 15 edhe në këtë natë nëse kemi bërë, ka shumë shpërblim i lartë. Dhe Aisha radhiyallahu anha tregon, dërguar Allahu xhaleshanu ka thënë, "Idhan tasafa Sha'ban fala tasumu." Në muaj Shaban duhet agjërojmë shumë, po pas 15 Shaban, vetëm ai personi që ka agjëruar gjithë viti, anta dhe hana, ose 3 ditët e fundit, ai let agjëroj. Po tjera njerëzit që nuk kanë agjëruar gjithë vit nuk duhet agjërojnë pas 15 Shaban. Se nëse kanë agjëruar, pastaj ajo dëshira që ka për muaj Ramazan ulet. Dhe prandaj ne duhet kemi përgatitje vëllezër me leximin e Kur'an, me namazin natë para se vinë muaj Ramazan. Se kur është muaj Ramazan mesnesh, jemi përgatitur shumë e mirë. Edhe muaj kalon ashtu siç ka hakun e muaj. Duhet mendojmë bëjmë programin për punën tonë, që inshallah për muaj Ramazan do të lëni kohë saktuar, që ai do të jetë vetëm për libri Allahu xhaleshanu, vetëm për namazet nafila, vetëm për adhurimin Allahu xhaleshanu. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mësoft bëm përgatitje më e mirë për muaj që është duke ardhur për muaj Ramazanit. Inshallah ky muaj vin mes nesh
edhe i pas kalimi muaj, inshallah jemi falur nga Allahu Gjalleshanu. Allahu Gjalleshanu në çdo Ramazan falet mirë, pa numruar njerëzit. Fal edhe shliron ka zjarri dënimi Jahannam. Edhe inshallah ne jemi nga ato njerëzit që Allahu Gjalleshanu ka shkuar emrin tonë me njerëzit xhennetit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.